Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula ka njoftuar se PD e ka përjashtuar nga lista e kandidatëve për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Demokrati në një reagim në rrjetet sociale ka thënë se është njoftuar se nuk do të kandidojë në qarkun e Elbasanit pasi ai është spakist. Kujtojmë se ai doli i pari në primaret e organizuara në PD për qarkun e Elbasanit. Postimi i plot, listë fituese apo listë për një përfitues? Partia Demokratike ka hyrë në fazën finale të listës për betejën e 11 majit, por apo respektohen kriteret e statutit PD-s dhe të trumbetuara në media? Ndonse 70-80% e kryesisë PD-s de facto ishin kundër primareve, referuar statutit dhe insistimit PD-s, primaret u zhvilluan. Si një deputet i qarkut e Elbasanit që përfaqësoi bashkitë Elbasan, Peqin, Cërrik, Belgj dhe Gramsh, pas 4 vitesh deputet u futa me bindjen pa bërë kulisat brendshme për të parë a kisha mbështetjen e demokratëve për t'i përfaqësuar edhe një mandat. Faleminderit demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cërrikut, Gramshit e Belshit dola i pari si më i votuar. Në 4 vite si deputet kam denoncuar kontrabandën e naftës, braktisjen e bujqësisë e shumë të tjera. Instituti i Studimeve Politike më ka renditur disa herë te 10 deputetët më aktiv të parlamentit në opozitbërje. Çdo ditë ka mbrojtur interesin e votuesve duke denoncuar në media dhe duke mbrojtur edhe Partinë Demokratike. Kam takuar mira shqiptarë në diasporë në këto 2-3 muajt e fundit me një objektiv dhe dëshirë të vetme, t'i bind të kontribuojnë për të bërë vendin e tyre të begat. Jam pritur me shumë respekt siç edhe i vlerësoj, por të dashur miq, sapo jam njoftuar se nuk do të jem pjesë e listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit për një arsye të vetme, sepse jam spakist. Për asnjë moment gjatë kësaj legjislature nuk kam vënë në dyshim vetëm një gjë, mbështetjen time në çdo dalje në foltoren e parlamentit, të strukturave të reformës në drejtësi, SPAK dhe GKK-s. Kam besuar dhe vazhdoj të besoj se ato po vazhdojnë t'i bëjnë një shërbim të madh këtij vendi. Kam futur në burg njerëz me pushtet që pak vite më parë as mund mendojeshin se do të ishin në këtë situatë. Për mua kjo është një medalje që më vendoset pas 3 mandatesh deputet, po të kihet parasysh se jam mbështetës i atyre strukturave të drejtësisë, të cilat nga çdo sondazh i bërë dalin si institucionet më të besuara në vend. Për veten nuk kam asnjë keqardhje kur e nisa këtë rrugë në 2005-ën, as kisha menduar se do rrija në politikë për 20 vjet. Të vetmen keqardhje e kam për demokratët e qarkut të Elbasanit dhe ata mira që kam njohur e takuar këto 2-3 muajt e fundit në diasporë. Në fund kam edhe një mesazh për ata që janë ngujuar në kulle po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që do të futet në atë listë të mbyllur mund t'i gëzoj votat e demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cërrikut, Belshit dhe Gramshit. Keq më vjen, por nuk i keni bërë mirë llogarit. Ftoj të gjithë demokratët që për më shumë të më ndjekin sot në orën 21 në media. Përfundon reagimin deputeti demokrat Dashnor Sula.